تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Emma ba'd, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo mëet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i të mençurve, i autorit Imam Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu më shiroft dhe falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim jemi te tema 11, e cila është dhikru ma ubiha min al-mizahi lil mar'i wa ma kuriha lahu minhu. Do thot, këtu ka përmendje për shakat që janë të lejuara për njeriu dhe shakaja që është e urryer. Dhe në fillim e ka përmendur hadithin me zinxhirin e tij, ka thënë haddathana Ahmed ibn Ali ibn al-Muthanna قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه. Do të thënë nga me këtë zinxhir transmeton nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, thot أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خادم. Do të thënë ka pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një shërbetor, yuqalu lahu Anjasha, që e ka pasur emrin Anjasha, wa kana hasana as-sawt, dhe ka qenë me zët bukur. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ruwaydaka ya Anjasha la taksir al-qawarir. I ka thënë, më ngadalo Anjasha, mos i thesh gotat ose qelçet. Thot qala Qatadia, që është transmetuesi nga Anas ibn Malik, ka thënë da'afatan nisa, do të thënë ka për qëllim me gotat dobësinë e grave ose gratë e dobta. Pra, këtu autori rahimahullah flet për këtë temë të shakave dhe do të thënë fjalëve të bukura mes njerëzve që fusin lumturi dhe qetësi ose rahati ndaj njëri tjetrit, edhe që e bajnë, do të thënë që fusin qeshje, do thotë te njeriu. Ka për këtyre shakave diçka që është e lejuar dhe e dobishme, dhe ka diçka që është e urryer, ose ajo që është e dëmshme dhe jo e mirë, do thotë për tu përdorur. Këtu do të sqarohet kjo me lejen e Allahut, dhe në fillim e ka përmendur këtë hadith që flet për këtë rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në udhtim, dhe në përgjithësi udhtimi me deve ka nevojë për një lloj këngëtari, do thotë se i thon hadi, pra thirrësi deveve, që i thret, do thotë bën ndonjë recitim ose ndonjë këndim, dhe sipas kësaj devet marrin ritmin e të ecurit. Edhe nëse është ky që i thret devet, hadil ibil, do të thonë që i bën këtë hadu, atëherë devet, nëse është zëri i bukur edhe i rrjedhshëm, i bën më aktive devet edhe ecin më shpejt.
Dhe ky shërbetor Anjasha ka pas zërin e bukur dhe kur kanë udhëtu në karavan si rënditën devet, ka këndu dhe kjo i ka bërë devet që të kenë më shumë, do të thënë të jenë më aktive, edhe kanë fillu të ecin shpejt. Dhe ecja e shpejt e deveve është diçka që e lodh atë që është i dobët, që është hipur në një njeri i dobët, dhe në veçanti gratë, do të thënë ajo ecja e shpejt e lodh, edhe ka mundësi edhe shkakton që të rrezohet, dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë mënyrë të këndshme i ka thënë ma javash o Anjasha, më ngadale, mos i thesh gotat. Do të thënë ato gotat të ndjeshme, ka pas për qëllim gratë që kanë dobësi, do të thënë mos i bësh dëm. Pra kujdes me këtë me këndimin, do të thënë mos i shpejto shumë devet që mos dëmtohen gratë e dobta. Pra ky është shpjegimi i Qatades, tabiinit, të dietarit të tabinëve dhe transmetuesi nga Anas ibn Malik, do të thënë që e ka dhënë këtë shpjegim dhe ky është, do të thotë ka shpjegime të ndryshme, të lloj-llojshme për çka ka pasur për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ky është më i saktë inshallah. Kjo është një lloj, do të thënë, fjalës që fut lumturi, do të thënë, zemër. Pra është pak që e qetëson ose e bën njeriu të qeshet, pra i ka thonë me këtë fjalë, nuk i ka thonë do të thënë me fjalë tash, pra se na lodh ose diçka të tillë, po e ka thënë kujdes për gotat. Pastaj thot autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-aqili an yastamila qulub an-nas ilayhi fi al-muzah. Do të thënë i mençuri e ka për detyrë që ti tërheq zemrat e njerëzve me shaka, do të thënë me shaka të bukura, wa tarkit ta'abbus, edhe të largohet nga kjo, do të thënë sjellja ose biseda e ashpër. Do të thënë vazhdimisht vetëm me mrolje ose me vrentje të fytyrës, edhe do të thënë ndonjëherë duhet të përdor kështu ndonjë shaka ose ndonjë fjalë të bukur që i bën njerëzit të disponohen gjatë bisedës me ta. Thot wal muzahu ala darbain, dhe shakaja është dy lloje, fa muzahun mahmud wa muzahun madhmuh, do të thënë madhmum, dhe të ka shaka të lëvduara dhe shaka të qortuara. Shakaja e lëvduar, thot, është alladhi la yashubuhu ma kariha Allahu jalla wa ala, wala yakunu bi ithmin wala qati'ati rahim. Do të thënë shakaja e lëvduar është ajo që nuk njolloset nga diçka që e urren Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë nëse hyn shaka diçka që është e urryer tek Allahu, padyshim ajo është shaka e qortuar dhe e ndaluar. Nëse në këtë shaka ka gënjeshtra, dhe kjo është prej punëve më të ndaluarave në shaka, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë për ata, kanë thonë sahabët për ka o i dërguari i Allahut, ka thonë për ata që gënjen që ti bëj njerëzit të qeshin. Më thonë kjo shakaja me gënjeshtra është haram. Dhe nga ana tjetër, braktisja e gënjeshtrës edhe në shaka ka shpërblim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i garantoi një shtëpi në fillim të xhenetit atij që e largon gënjeshtrën ose i praktiset, i shmanget gënjeshtrës, edhe nëse është duke bërë shaka. Do të thënë edhe nëse është në diçka si lojë, thotë braktisja e gënjeshtrës edhe në atë vend është merr shpërblim të madh për ta. Atëherë shakaja është e pastër. Dhe gjithashtu prej këtyre që janë të ndaluara është, ose prej atyre që i urrejnë Allahu subhanahu wa taala, është futja e mëkateve në shaka. Do të thonë ndonjë fjalë, ndonjë nxitje për mëkate kështu me radhë, ose ndonjë sharje ose ofendim dikujt, ose përqeshje. Do thotë ka thënë Allahu subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Do të thonë mos ta përqesh
disa njerëz mos t'i përqeshin disa të tjerë, se ndoshta këta të tjerë të përqeshurit janë më të mirë se këta përqeshësit. Edhe gjithashtu ala nisa ummi nisa, edhe gratë mos t'i përqeshin gratë tjera, se ndoshta ato janë më të mira se këto. Gjithashtu ka thënë Allahu wailun li kulli humazatil lumaza, do të thonë mirë për secilin që përqesh. Edhe fjala humaza edhe lumaza, do të thonë ka të bëjë me përqeshjen me fjalë dhe përqeshjen me veprim. Do të thonë me vepra ose me imitim, të dyja këto janë të ndaluara dhe mirë për atë që i përqesh njerëzit, edhe me lëvizjet e tij i ban të qeshin të tjerët, do thotë, është prej këtyre shakave të ndaluara. Wala qati'ati rahim, edhe pashtu shkputja lidhjeve familjare ose prishja, futja e zemrimit, edhe prishja e çdo lidhje, nuk është patjetër vetëm në familje, ajo është më e keqja. Kputja e lidhjeve familjare është kputja më e keqe e lidhjeve. Por edhe lidhjet mes vëllezërve dhe shokëve, gjithashtu, këto shumë herë shakaja është bërë shkak për zemrime dhe largime të përhershme. Edhe shakaja ka qenë ndonjëherë shkak edhe për ndezje të konflikteve mes njerëzve. Edhe pastaj mundohet njeriu të dale atij problemi duke thënë se isha duke bërë shaka e kështu me radhë. Thotë patjetër duhet të ruhet nga këto, mos ketë gënjeshtra në këtë shaka, mos ketë mëkate ose nënçmime të njerëzve kështu me radhë, mos ketë shkaktim të zemrimeve. Nëse është e pastër nga këto, atëherë është shaka e mirë dhe për këtë shkak njeriu patjetër duhet të di të bëjë dallim mes shakas së dobishme, kjo që fut gëzim ose qetësi të njerëzit, edhe shakaja që ka mundësi fut nxehtësi dhe zjarrin e urrëties në zemrat e njerëzve. Patjetër duhet të di ti dalloj. Pra, shakaja e lëvduar është ajo që nuk përzihet, nuk njolloset nga diçka që e urren Allahu, prej këtyre shembujve që u përmendën. Kurse, thot autori, amma al-muzah al-madhmum, kurse shakaja e urryer ose e qortuar, është ajo që është njollosur me diçka që e urren Allahu. Se prej kësaj shakaje të qortuar, lindin armiqësi, largohet, si më thon, bukuria të njeriu, domethënë kur duket i këndshëm dikush me këto shaka që i ban të pakëndshme, bëhet i urryer. Edhe wa yaqta'u sadaqa, edhe gjithashtu e shkput shoqërinë dhe dashurinë mes njerëzve. Wa yajtari'u ad-dani'u 'alayhi, edhe njerëz më të ulët pastaj marrin guxim kundër tij. Nëse është kështu shakaxhi që i tall njerëzit edhe i nënçmon, bëhen edhe njerëz më të dobët pastaj marrin guxim kundër tij. Wa yuhqaru ash-sharifu bihi, dhe njeriu me nder, me pozitë, do të thënë, kur flasim me pozitë, se disa herë kanë keq kuptuar disa njerëz, nuk është qëllimi për pozita politike, po është pozita në respektin e njerëzve. Do të thënë, është njeri që ka pozitë të lartë në mesin e njerëzve, për shembull me dituri, ose me moral të lartë, ose me sjellje të mira, ose me bamirësi, bujari, do thotë është dikush që respektojnë njerëzit. Dhe nëse e bën këtë shaka të qortuar, atëherë i humb kjo dhe bie në nivel të ulët. Pastaj autori rahimahullah transmeton me zinxhirin e tij nga Rabi'a rahimahullah se ka thënë: "Iyyakum wal muzah fa innahu yufsidu al muru'a wa yughillu as-sadr." Do thënë ruhuni prej shakave, do të thënë këtyre shakave të këqija, se ajo e largon burrin ose nderin dhe respektin e njeriu dhe i nxen zemrat, do të thënë fut armiqësi dhe urrëtie në zemra. Pastaj thot, gjithashtu me zinxhir transmeton Imam Ibn Hibban nga Abdullah ibn Khubejq, thot, kana yuqal, pra Abdullah ibn Khubejq ka thonë më përpara thuhej, do të thënë një fjalë e mençur,
mos bëj shaka me njeriun e ndershëm, do të thënë me njeriun e vlerëshëm, që është me pozitë të mirë në mesin e njerëzve, fayahqidu alejk, sepse do të urrej dhe atëherë nuk do të kesh ti pozitë tek ai. Wala tumazih al-wadi', edhe gjithashtu mos bëj shaka me njeriun e ult, fayajtari'u alejk, se do të marrë guxim kundër teje. Kjo është, do të thënë, nëse një njeri vjen, për shembull nxënësi, bën shaka me mësuesin. Ose me dikan me pozitë më të lartë, do të thënë është diçka që pastaj nuk i kushton vlerë ai njeriu që është më i lartë. Edhe teprimi i shakave kështu në këtë aspekt e bën njeriu që mos ndjej vlerësim për këtë që është më poshtë. Ose njeriu më i lartë bën shaka me atë që është më poshtë, një herë, dy herë, atëherë ky më poshtë merr guxim që të flasë çdo fjalë kundër ose çdo lloj fjale, do të thënë në drejtim të këtij njeriu, pastaj vin pozita kur nuk ka si të mbrohet prej këtyre fjalëve të ulta. Do thotë prandaj duhet dihet kryesisht njerëzit duhet të bëjnë shaka mes vete ata që janë në pozitën e njëjtë. Do të thënë si më thon shokët ose kolegët ose vëllezërit mes veti që janë në një nivel, duhet në bisedën e tyre të ketë edhe shaka që të jetë afërsia më e madhe, por jo bësh shaka me njeriu që e ke obligim ta respektosh, sepse atëherë ai nuk dëshiron afër vetes. Po edhe me atë njeri që duhet të respektoj, nuk duhet shakaja do të thënë të hapet, sepse atëherë ai gjithashtu e humb respektin ndaj teje. Thot, pastaj këtë poezi nga Muhammed ibn Abdullah al-Baghdadi, ka thonë, ekrim gjaliseke la tumazih bil adha, inna al-muzaha tura bihi al-aghdanu, kam min muzahin gjadhe hable qarinihi, fatahazzanat min ajlihi al-aqranu. Do të thonë, nderoje atë bashkëbiseduesin, nderoje atë personin që është ulur me ty, dhe mos bëj shaka me shqetësim. Do të thënë, atë që folëm më herët, mos jetë shakaja që tjetë, do të thënë, duket si shaka, mirë po është ofendim ose ngushtim për bashkëbiseduesin, edhe është që ndjen jo rahati, pra mos bën shaka të tillë, sepse me shaka nxiten ato urrejtjet në zemër. Edhe shumë herë ka ndodhur që shakaja e ka kputur litarin e shoqërisë, edhe atëherë është bërë kjo, ka ardhur pikëllimi dhe janë larguar njerëzit që kanë qenë të afërt. Thot autori rahimahullah, al-muzahu fi ghayri ta'ati Allahi maslabatu lil baha. Pra shakaja jo në bindje ndaj Allahut, do të thënë shakaja me mëkate, është që ja largon dritën e fytyrës njeriut, e shkëput shoqërinë, sjell urrejtje, sjell, do të thënë, mos kënaqësi ndaj njerëzve, dhe në arabisht ka, do të thënë, rënja e fjalës ka kuptim, edhe thot fjala shaka, muzah, është quajtur kështu me këtë fjalë, sepse zaha anil haqqi, se do të thënë del nga e vërteta. Pra shakaja, shumica që e bën njerëzit, sepse kuptohet ka shaka që thuhet me të vërtetën dhe që është vetëm fjalë e bukur, që fut gëzim dhe rahati, do të thënë, në zemrat e bashkëbiseduesve. Dhe shumë herë ka ndodhur përçarje, ndarje mes vëllezërve, edhe ka ndodhur bojkotime, braktisje mes atyre që kanë qenë të dashur dhe të afërt. Kjo e gjitha ka fillu me një shaka, do të thënë, që është dukur si jo e dëmshme. Pastaj transmeton me zinxhir nga Al-Hakem, thot se është thënë, la tumari sadiqaka wala tumazihhu. Kanë thënë përpara, mos debato, mos u grind me shokun tënd, edhe mos u tall, mos bën shumë shaka me ta, sepse Mujahidi rahimahullah ka pasur
një shok, do të thënë Mujahidi është një prej dietarëve më të mëdhenj të tabiinëve dhe imamëve të tefsirit. Ka pas një shok dhe ka bërë shaka me ta, atëherë kjo ka qenë shkak që janë larguar të dy nga njëri tjetri dhe nuk kanë pasur më mas vete përveç se selam. Do të thënë ata që kanë qenë shok të afërt, kanë ndodhur një shaka e gabuar, edhe kanë mbetur lidhja mes tyre ka qenë vetëm selam. Nuk kanë pas asnjë fjalë tjetër. Thot autori rahimahullah, shpesh herë shakaja do thotë është shkak për të nxitur debat dhe grindje, edhe do të thënë polemika. Prandaj njeriu i mençur duhet të largohet, sepse polemika është e qortuar në secilën situatë. Polemizimi do të thënë i kot, vetëm kush ta mundet do thotë tjetrin, veç kush dalë fjala e tij dalë mbi fjalën e atij me cilin polemizon, dhe patjetër se njeriu që polemizon thot nuk ka mundësi të polemizojë përveç se me dikon që njërin prej këtyre dy personave. Thot kush bën polemika edhe debatime të shumta, patjetër përballë ka njërin prej këtyre dy personave. Ose një njeri që është më i ditur se ai, atëherë si polemizon me atë që di, do të thënë më shumë se ti. Nuk duhet me polemizon. Mund të pyesësh edhe mund t'i tregosh pa qartësitë që të marrësh sqarim, kurse polemizimi, kundërshtimi i fjalëve me atë që është më i ditur, nuk është rrugë e mençurve. Ose mund të jetë polemik me dikën që është më i paditur, më i ulët, do të thënë dituri, atëherë pse polemizon me ta, do të thënë. Nuk mund ta bindesh atë me argumente, edhe nuk është që e kupton diturinë që ta vazhdosh polemikën me ta. Do të thënë asnjëherë kjo polemika e zgjatur nuk sjell ndonjë mençuri. Pastaj thot se transmeton me zinxhir nga Mis'ar ibn Kidam se e ka thënë këtë poezi: inni nahaltuka ya kidamu nasihatan fasma' maqala abin alayka shafiqi. Thot Mis'ar ibn Kidam e ka këshilluar djalin e vet, birin e tij, Kidam ibn Mis'ar, që ja ka lënë emrin e babës si duket. Pra i ka thënë: inni nahaltuka ya kidamu nasihatan fasma' maqala abin alayka shafiqi. Do thot un po ta jap një këshill o Kidam, të pastër. Prandaj dëgjoj këshillën e babait tënd që ta do të mirën. Kjo është mënyra për kur do t'i japësh këshill dikujt, patjetër ta përkujtosh, domethënë, për dashurinë dhe për dashamirësinë që ja do të mirën atij. Edhe babai kur i këshillon fëmijët, domethënë kjo është mënyrë shumë e mirë që ti thot, unë jam baba jot, ta du të mirën, pra të këshilloj veç për të mirë. Edhe atëherë, edhe pse fëmia di se ti je baba i tij, mirë po kjo përmendje e bën që të bëhet më i kujdesshëm edhe më shumë ta doj këtë dëgjimin e kësaj këshille. Prandaj ki ka thonë, po ta jap një këshill të pastër, o Kidam, dhe dëgjoje këshillën e babait tënd që ta do të mirën: amma al-muzahu ma'a al-mira'i fadharhuma khuluqani la ardahuma li sadiqi. Ka thonë shakat e tepruara dhe polemikat, ato braktisi. Mos i përdor asnjëherë. Këto janë dy sjellje që nuk i kisha dashur për një dashamir. Do të thënë dikon që e du, nuk du t'i ketë këto sjellje, shakat tepruara, polemikat tepruara. Thot inni belautuhuma falam ahmadhuma li mujawirin jaran wala li shaqiqi. Thot i kam provu, i kam pa, do të thënë, kam përvojë në lidhje me këto dy sjellje dhe nuk i kam pa se janë të dobishme. As për, do të thënë, komshia me komshin, fqinji me fqinjin, as shoku me shokun, ose vllai me vllajin. Do të thënë këto nuk duhet të teprohen. Wal jahlu yuzri bil fata fi qawmihi wa uruquhu fi an-nasi ay uruqi. Edhe ignoranca, gjithashtu çështja e tretë, ignoranca është që e nënçmon njeriu në mesin e njerëzve. Do të thënë kjo është nxitje për të marrë dituri
pastaj me siguri ka vazhdu, se pa marrë parasysh sa është njeriu me vlerë ose me preardhje të mirë, nëse është ignorant, nuk do të ketë vlerë në mesin e njerëzve, nëse nuk i kupton çështjet e fesë dhe çështjet e dunjas, pra nuk ka pozitaj, nuk ka rëndësi te njerëzit. Thot autori rahimahullah, el-mira'u ukhtu shana'an, kama anna al-munaqasha akhu al-adawa. Do thot polemika dhe debati janë vëllezër të armiqësisë dhe urrëties. Do thot kjo shtimi i polemikave kështu me radhë. Wal mira'u qalilun naf'uhu kathirun sharruhu. Polemika ka pak dobi, shumë dëme. Dhe në mesin e këtyre dëmeve është se në polemik ndodhin sharje, ofendime, pastaj për shkak të sharjeve ndodhin grindje më të rënda. Për shkak të këtyre grindjeve ndodh luftim ose dy luftim. Edhe për shkak të dy luftimit ndodh derdhja e gjakut dhe atëherë do të thënë e gjitha kjo pasoja e rëndë ka ardhur prej fillimit të polemizimit do thotë të pabazuar. Pastaj ka përmendur dy poezi të tjera, edhe më vonë transmeton me zinxhirin e tij nga Bilal ibn Sa'd, ka thonë idha ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jaban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu. Nëse sheh një njeri që është kokfort, polemizues dhe që i pëlqen mendimi i vet, ta dish se ai është i humbur. Do të thënë njeri që është kokfort, nuk e pranon mendimin e tjetër kujt ose këshillën e tjetër kujt, edhe është i bindur, shumë i pëlqen mendimi i vet, mendon se ai mendimi i tij është më i miri dhe vazhdimisht polemizon veç për atë mendim. Thotë kjo është mendime të cilat nuk bazohen në argumentet Kuranit ose Sunetit, edhe në shpjegimet e qarta të dietarëve. Do të thënë në fe, nëse nuk ka bazë në fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sqarimin e selefëve, edhe sqarimet e dietarëve, atëherë dhe njeriu ka ngul mendimin e vet, do të thënë është prej njerëzve të bidatit, pa dyshim se ka humbur dobin e dunjas dhe dinit, por edhe në çështjet e jetesës së kësaj bote, njeriu që mendon se vetëm ai di, edhe vetëm ai e ka qellu, dhe të sjell i humb të mirat e dunjas gjithashtu. I humb të mirat, do të thënë dhe nuk përfiton prej mendimeve të tjerëve, vazhdon vetëm polemizues, kamgules, kokfort, atëherë ta dish se është në rrugën e humbjes. Thot autori rahimahullah, wal muzahu idha kana fihi ithmun fa huwa yusawwidu al-wajh. Do thot nëse në shaka ka mëkate, atëherë kjo e nxin fytyrën, e bën zemrën, do të thënë të pakëndshme dhe fut urrëtie te, do të thënë mes njerëzve. Wa idha kana min ghairi ma'siyah, dhe nëse shakaja është pa mëkate, shaka e pastër, edhe e mirë, e këndshme, atëherë yusalli al-ham, do të thënë e ngushëllon njeriu që ka brenga, edhe i largon brengat nga zemra, nëse është shaka e bukur, wa yuwaqi' al-khilta, edhe e bën të mirë, do të thënë shoqërimin, e bën shoqërinë e këndshme, wa yuhyi an-nufus, i jep gjallëri shpirtrave dhe e largon, do të thënë atë, si më thon, atë turpin bisedë, atë ngushtin për të filluar bisedë. Pra shakaja diçka që i jep bukuri bisedës, siç është thënë, edhe kemi përmendur edhe më herët, kanë thënë disa prej dietarëve se shakaja në bisedë është si kripa në gjell. Do të thënë nëse mungon krejtësisht, ajo është bisedë bajat, do të thënë nuk pranohet. Nëse teprohet, atëherë gjithashtu është e pakëndshme dhe nuk mund të përbihet. Prandaj njeriu i mençur duhet ta përdorë shakan që përshtatet, që ja bën, do të thënë veprat e tij dhe fjalën e tij ose muhabetin e tij e bën të ëmbël dhe
nuk duhet me këtë shaka ta shqetësoj dikand, ose ta sulmoj dikand, apo ta nënçmoj dikand, dhe nuk duhet ta gëzoj dikand duke brengosur dikand tjetër, ose duke mërzit dikand tjetër. Pastaj, transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Ibrahim an-Nakhai, ka thënë la yumazihuka illa man yuhibbuk. Ka thënë pra shaka ban me ty vetëm një njeri që të do. Dhe kur e sheh se të thot dhe një fjalë që të bën për të qeshur ose të bën të gëzuar, do ta di se ai të do, nuk duhet ta urresh shakan në përgjithësi. Pastaj transmeton nga Muhammed ibn Munkadir, thot, nëna ime më ka thënë kur isha i vogël, la tumazihil ghilman fatahunu alejhim wa yajtariuna alejk. Do të thënë, nëna e vetë ka këshillu, i ka thënë mos bën shumë shaka me këta fëmijët, do të thënë ata që nuk janë të angazhuar me diturinë, nuk kanë edukat të mirë, mos bëj shaka me ta, sepse atëherë do të bëhesh i pavlefshëm në mesin e tyre, edhe do të marrin guxim kundër teje. Do të thënë, njerëz që nuk kanë mençuri, nuk kanë burrni e kështu me radhë, me ata nuk duhet shumë, ose as pak shaka, se nuk e kuptojnë si ëmbëlsi, do të thënë shakan, po e kuptojnë si rrugë për nënçmim dhe për ta humbur vlerën. Pastaj thot nga Malik ibn Dinar, do të thënë me zinxhir, transmeton nga Malik ibn Dinar se ka thënë Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, men kathura dahikuhu qallat haybatuhu. Do të kush qesh shumë i humb respekti. Wa man mazaha istukhiffa bihi. Kush bën shaka shumë, do të thonë nënçmohet te njerëzit. Wa man akthara min shay'in urifa bihi. Edhe kush tepron me diçka, bëhet i njohur me ta. Do të thonë i përshkruhet si cilësi ajo. Nëse vazhdimisht qesh, vazhdimisht tallet, bën shaka, do të thonë i thuhet atij ky nuk është njeri serioz. Do të thonë është njeri që nuk ndalet së qeshuri, është njeri që vazhdimisht vetëm shaka, nuk di fjalë të mençura, nuk di, do të thonë urtësi, po vetëm qeshje kështu me radhë. Edhe secili ose e kundërta. Do të thonë i thuhet, nëse e tepron me mrolje, me seriozitet, i thuhet ky njeri është që nuk i qesh nuri asnjëherë. Do të thonë është gjithmonë i vrentur, i nxim. Do thotë çdo gjë kur teprohet i bëhet cilësi atij njeriu dhe njihet me ta. Pastaj transmeton nga me zinxhirin e tij nga Rashid ibn Qibal, ka thënë istasqa Sa'id ibn Jubair. Do të thonë ka bërë istisqa Sa'id ibn Jubair rahimahullah, do të thonë ka fal namazin për kërkimin e shiut, edhe thot i solla pak se ujk është e ngjashme me hallvën që e bëjnë të ne, edhe i solla hallv të ëmbël, edhe atëherë thot, më tha, ja Rashid, do më thënë kjo është një fjalë, ja ka thënë si persisht, ja Rashid, shakra azd dest shirin, do më thënë kuptimi si është përmendur, pra shtoj pak sheqer që të shtohet ëmbëlsia, ose me këtë kuptim. Do më thënë, është një lloj shakaje, keni pa që kur dikujt i flet në gjuhën e tij, që nuk është e zakontë që ta dinë njerëzit, ose që ta dish ti, ja thu 2-3 fjalë në gjuhën e tij, e bën pak për të qeshë dhe e bën, do më thënë, si afrim. Pra, Sa'id ibn Jubair, rahimahullah, pra imami tabinve, ka folë disa fjalë në persisht këtij njeriu që ja ka bërë këtë mirë, ka sjell hallv. Thot, kush bën shaka me ndonjë njeri që nuk është i llojit të tij, atëherë, do të thonë, e ul veten edhe i jep guxim këtij personi kundër vetes. Do të thonë, bën shaka me shokët e tu, edhe me ata që janë të njëjtit nivel, kjo është në rregull. Nëse i bën shaka me dikën që nuk është i llojit tënd, nuk është i nivelit tënd, atëherë e ul veten dhe i jep guxim atij kundër vetes, edhe nëse është shaka me hak, sepse çdo gjë që
çdo gjë duhet të vendoset në vendin e vet dhe duhet të shfaqet vetëm te njerëzit e përshtatshëm. Do të thonë secila gjë. Ka thënë ala anni akrahu isti'mal al-muzah bi hadrat al-awam. Gjithashtu e urrej përdorimin e shakave në prezencë të awamit. Do të thonë për shembull nxënës të dijes ose ata që u intereson dituria me zveti bëjnë shaka, mirë po kur është dikush prej awamit, duhet ta lënë këtë edhe të bëhen me seriozitet dhe të flasin temë që ka dobi. Dhe kema akrahu tarkahu inda huduril ashkal. Do të thonë urrej përdorimin e shakas kur prezantojnë masa të përgjithshme, njerëz të përgjithshëm, dhe e urrej braktisjen e shakas kur janë njerëz të njëjtë. Do të thonë prej nivelit njëjtë ose prej punës njëjtë ose prej shoqërisë njëjtë, nuk duhet krejtësisht ta braktisin shakan, mirë po pa teprim, dhe gjithashtu kur janë të tjerët, pra duhet të kenë kujdes. Ka transmetuar autori rahimahullah nga Ebu Abdurrahman al-A'raj, thot se Ibrahim ibn Adham rahimahullah kur ishim bashk fliste edhe bante shaka, na bante përqeshur. Mirë po kur vinte edhe një i huj, thoshte hadha xhasus. Do të thënë ky është spion. Me kuptimin, do thotë jo spion si e kuptojmë herën e parë, mirë po është për qëllim se ne kur jemi bashk, ne bëjmë shaka me njëri tjetrin. Po kur vjen një i huj që nuk na i di muhabetet, nuk na i di zakonet me zveti, do të thënë është dhe she diçka që ai nuk e kupton ose i duket e çuditshme, pastaj do ta përmende të tjerët. Edhe thotë se ishin e nënçmonin njëri tjetrin ose ishin jo serioze kështu me radhë. Do të thënë këtë kuptim është, pra keni kujdes çka flisni kur është dikush i huj. Nuk është njësoj kur jemi si bashkë me zveti, si kur vjen ndonjë i huj, se ajo është si nivelin e spionit, do të thonë, sikur ka ardhur nga një shtet tjetër ose nga një institucion, do të thonë, për të spionuar. Prandaj, do të thonë, duhet njeriu me mençuri. Si tham, shakaja, nëse nuk ka në të mëkat, nëse nuk ka diçka që urren Allahu subhanahu wa taala, dhe është me mas të mirë, si kripa në gjell, ose edhe sheqeri nëse shtohet gjithashtu e bën që s'mund ta pishat pije, do të jetë e përshtatshme sa fut ëmbëlsinë bisedë edhe këndshmëri, edhe bën ngrohje mes njerëzve, afërsi, atëherë është e lëvduar. Nëse është e tepruar, nuk lëvdohet shakaja. Dhe nëse në shaka dhe në qoftë edhe një herë, gjatë disa orëve bisedë, një shaka thuhet me gënjeshtra ose me ofendim dikujt ose me përqeshje kështu me radhë, atëherë është e urryer dhe nuk është e mirë. Në temën tjetër, thot, do të thënë kjo temë është me titullin Dhikru istihbabi li'tizal minan nasi 'amman. Do thot, pëlqimi ose preferimi, irhamukallah, preferimi i largimit prej njerëzve të përgjithshëm, ose masave të përgjithshme të njerëzve. Shiko, këtu, si ka thënë autori rahimahullah në fillim, se i përmend ato që duhet dhe ato që nuk duhet t'i ketë njeriu i mençur. Pra, ka përmendur këtu afërsinë edhe sjellje që shkakton fitimin e dashurisë njerëzve, pa lajkatim, pa mashtrim, dhe ka përmendur përhapjen e selamit, dhe ka përmendur shakat dhe afrimin me njerëzit, po mos kuptoje ai që lexon këta, se njeriu duhet të bëhet që gjithë jetën e tij të angazhojë vetëm me kënaqjen e njerëzve, edhe vetëm me afrimin e njerëzve ose shtimin e shokëve, sa më shumë. Duhet ta ketë parasysh se gjithashtu edhe duhet të largohet, të izolohet me një kuptim, do ta sqarojmë kuptimin, se mos ketë edhe për këtë keq kuptim. Do të thonë duhet të ketë pak izolim njeriu nga masat e përgjithshme. Nuk duhet të jetë i përzier me secilin edhe vazhdimisht vetëm duke u shoqëruar me njerëz, se kjo është e dëmshme për fenë dhe për dunjan e tij. Ka thonë, pra autori rahimahullah përmend një herë hadithin me zinxhirin e tij, ka thënë akhbarana Abdullah ibn Muhammad
Abdullah ibn Muhammad ibn Salam bi Bejt al-Maqdis. Domethënë na ka treguar Abdullah ibn Muhammad ibn Salam në Quds, në Bejt al-Maqdis. Dhe ka thënë haddathana Abdurrahman ibn Ibrahim, yani ibn Duhaym. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. Dhe thot, pra ky zinxhir, siç e shihni nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, se ka thënë, është parashtruar një pyetje, kanë thënë o i dërguari i Allahut, ayyul a'mali afdal, cila është puna më e mirë? Ka thënë al-jihadu fi sabilillah, domethënë lufta në rrugën e Allahut. Pastaj kanë thënë thumë madha, pastaj pas luftës në rrugën e Allahut, cila punë vjen më e mira? Ka thënë rajulun fi shi'bin min ash-shi'abi yattaqillaha wa yad'u an-nasa min sharrihi. Një njeri që qëndron në një anë, i thuhet shi'b, një më thënë lugine ose kanjoni, thot në vende, sidomos në Mekë, për shembull, nëse keni pa, është me kodra të shumta. Tash shumë prej kodrave dhe janë rrafsue, janë hequr, janë zgjeru rrugët. Mirë po, ajo vendi mes kodrave është zakonisht vendi ngusht, këti i thuhet shib, ose kanjon i vogël, ose mini kanjon. Domethënë që një njeri shkon në një shib prej shiabëve të vendit, edhe aty bën ibadet, i ruhet mëkateve dhe i le njerëzit rahat prej sherrit të tij. Domethënë kjo është prej veprave më të mira. Kjo çështje izolimit prej njerëzve, si tham, nuk duhet kuptohet si izolim total, sepse siç është në këtë hadith, pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë se është vepër e mirë që njeriu të largohet që ta adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Në hadith tjetër është me transmetim tjetër, do të thonë, ky hadith përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, rajulun fi shi'bin min ash-shi'abi yuqimu as-salah wa yu'ti az-zakah wa yad'u an-nasa illa min al-khair. Do thot, një njeri që hyn, do të thonë, largohet ose izolohet në një deg të luginave ose kanjoneve dhe aty e fal namazin, e jep zakatin dhe i le njerëzit rahat përveç se në hajr. Do të thënë, këtë kuptim kuptohet izolimi i ligjshëm në Islam. Njeriu që i kryen obligimet dhe yuqimus sala, kur thuhet iqametus sala, do të thënë përmbushja e namazit, do të thënë që të falet namazi në kohën e vet në xhamat, aty ku thirret ezani, në atë xhami ku thirret ezani për këtë namaz. Do më thonë i kryen namazet plota. Pastaj thot e jep zakatin. Dhe për dhënien e zakatit, patjetër duhet të ketë përzierje me njerëzit. Njëherë, do më thonë ai njeri ka pasuri, do thot punon për dunja, gjithashtu, edhe me do e mos është përzi me njerëzit që e ka fituar pasuri, dhe pastaj jep zakat, edhe jep sadaka me këtë pasuri. Dhe thot wa yad'u an-nasa illa min al-khair. Edhe i lë njerëzit, pra i braktis njerëzit, ose i le rahat njerëzit, përveç se në hajr, pra përzihet me ta, për faljen e namazit me xhamat, për prezantim, për shembull mësimin e fesë Allahut, për urdhrim për të mira, largim nga të këqijat. Do thotë këto janë punë me të cilat, ose për këshillim të njerëzve, për këto përzihet me njerëz. Përndryshe, për punë të kota ose për diçka që është haram, largohet prej njerëzve krejtësisht. Dhe Allah subhanahu wa taala ka përmendur këtë izolim në shtëpitë e Allahut. Ka thënë fi bujutin edhin Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, do të thënë në shtëpi, pra në xhami, të cilat Allahu ka dhënë leje dhe ka urdhëruar që të ngrihen, dhe në to përmendet emri i Allahut. Yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asal, do të thënë në to bëjnë tasbih, e madhrojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, rijalun, do të thënë disa burra, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah, që nuk i mashtron tregtia ose shitblerja nga përmendja e Allahut, nuk i largon, do të thënë, angazhimi me dunja nga përmendja e Allahut dhe
kryerja e namazit. Domethënë këta burra që janë në xhami, janë ata që patjetër se bëjnë tregti, edhe punojnë për dunja, mirë po dunjaja nuk është pengesë që ta kryejnë përmendjen e Allahut, ta kryejnë namazin në vendin ku e ka namazi, që është xhamia, në kohën e vet, në kohën e duhur, kur thirret ezani. Do thotë ky është qëllimi i izolimit. Do thotë izolim, largim prej njerëzve që të fusin në mëkate edhe në punë të kota, dhe largim prej dunjas në momentin kur ta ka bërë obligim Allahu që ta adhurosh Allahun. Domethënë edhe pse je i përzier me dunjan, atëherë kur vjen momenti i namazit e braktis, je i izolum, nuk je i mashtrum pas dunjas, pas punës ose tregtisë e kështu me radhë. Domethënë prandaj ky izolimi që është përmendur në këtë hadith, edhe tema për cilën është për qëllim izolimi i sakt, me kuptimin e qëllimeve të shariatit. Jo izolimi si e kuptojnë disa grupe prej bidatxhive dhe sufive, të cilët thonë se duhet, do të thonë përmendin vetëm një aspekt të argumenteve për izolimin, edhe e bëjnë izolimin si ibadet në veti. Edhe atëherë as nuk punojnë për dunja, as nuk shkojnë në xhami për namaz. Çka është më e çuditshme këtë ditë kam dëgjuar prej dikujt që nuk është që domethënë nuk mendon se është sufi, pretendon se është njeri i sunetit, edhe i bën tekfir njerëzit. Ka thonë nuk shkojnë në xhami që të mërritet imani. Domethënë nuk shkojnë në xhami që ta ruaj imanin. Edhe ajo është e kundërta, thotë imani zvoglohet me moskryerjen e obligimeve. Domethënë pasi Allahu ta ka bërë obligim faljen e namazit në xhami, braktisja e kësaj nuk është përforcimi i imanit, është humbje dhe dobësim dhe humbje e imanit. Prandaj ky izolimi duhet të jetë me dituri, duke e njohur shariatin. Si është përmendur se dikan prej selefëve kanë pyetur, i ka thënë dikush, a mund të bëj dhe me këtë izolohem, ose si duhet, ka thënë, tafaqqa awwalan, thumma i'tazil. Do të thënë fillim, mësoje fen, kuptoje mirë islamin, fiqh, do thotë kuptim të thellë të islamit, pastaj izolohu. Do thotë që të kuptohen qëllimet e shariatit në izolim. Çka do të thotë? Do të thënë është largimi, do të sqarohet inshallah, është largimi prej njerëzve nëse janë shtu fitnet edhe ose janë shtu, shikon, ka ndonjëherë largimi dhe izolimi prej njerëzve është obligim. Ndonjëherë është e pëlqyer. Obligim është nëse përzierja me njerëzit të fut në mëkat dhe në haram. Edhe shkuarja, për shembull, në disa tubime, patjetër që të fut në haram, atëherë është obligim largimi prej tyre. Edhe në shumicën e rasteve, largimi prej njerëzve është i pëlqyer. Kur shoqërimi me ta ose përzierja me ta, vetëm është humbje e kohës dhe vazhdim në punë të kota, do thotë pa ndonjë dobi. As për dunja, as për fe dhe ahiret. Edhe në këtë rast është e pëlqyer. Këtu ka thënë istihbab al-i'tizal. Do të thënë izolimi i pëlqyer ose pëlqimi i izolimit prej njerëzve në përgjithësi. Do të thënë mos të vazhdoj njeriu vetëm të përzihet me lloj njeriu. Do thotë shkoje për shembull nëpër kafene, nëpër stadiume, do të thënë vetëm u përzi me të gjitha llojet e njerëzve, përzierje që ose nuk sjell asnjë dobi, ose sjell dëme për fenë e njeriu. Atëherë, do të thënë nëse sjell dëm, është obligim largimi prej tyre, nëse nuk sjell dëm, as nuk sjell asnjë lloj dobie, vetëm humbje të kohës. Dhe ky është një lloj dëmit, por më i vogël, atëherë pëlqejet largimi prej tyre. Përndryshe, përzierja me njerëz të hajrit, njerëz që të përkujtojnë për fenë e Allahut, të mësojnë diçka prej kuptimit të fesë, edhe nxisin për ibadet, do të thënë vetëm shoqërimi me ta, pa thënë asnjë fjalë, edhe kur i sheh se si bëjnë dhikr dhe bëjnë ibadet, është diçka që të nxit për vepra të mira, qëndrimi me ta atëherë është i pëlqyer ose i urdhëruar
Pra Allahu ka thonë, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu. Do të thonë, bëhu durimtar me njerëzit që e lusin Allahun mëngjes e mbrëmje, duke kërkuar fytyrën e tij. Wala ta'du 'aynaka 'anhum. Edhe mos i largo syt prej tyre. Do thotë, bëhu durimtar me ta dhe qëndro me ta, mos i largo atyre. Do thotë, kjo është e kundërta e izolimit prej njerëzve të këqij. Dhe kjo përzierja me këta njerëz, atëherë patjetër kërkon durim. Do të thonë, wasbir nafsaka. Do të bëhu durimtar, ose mësoje veten që të jesh i durimtar në përzierje me njerëz të hajrit, sepse patjetër pa marrë parasysh sa është njeriu i mirë dhe ibadetxhi, edhe që bën ka diçka, si folëm, ka diçka në karakterin e njerëzve që të pengon, ose ndoshta edhe të pengon ajo këmbgulja e tij vetëm në ibadet. Ndoshta edhe kjo është pengesë për dikën. Atëherë duhet të jesh durimtar. Si i folëm në mësimin e dieshëm, duhet të kesh durim për shoqërimin me njerëz prej cilëve ke dobi, ose njerëz që e ke patjetër të përzihesh me ta. Sigur, familja, për shembull, prind ose fëmijët e tu, nuk mund të izolohesh nga fëmijët dhe gruaja, duhet patjetër të kesh durim në shoqërimin me ta dhe ndetjen me ta. Edhe prind ose familjarët e afërt, thotë patjetër duhet të ketë njeriu durim, se përndryshe nuk ka mundësi të mbjetoj, do thot, në këtë lidhje me njerëz e mirë ose njerëz që ka obligim të qëndroj me ta. Dhe si është ky hadith se vepra e mirë është largimi prej njerëzve, gjithashtu është hadithi tjetër se prej veprave të mira është ose më i mirë është ai njeri që përzihet me njerëzit dhe i duron shqetësimet e tyre. Do të thonë, përzierja me njerëz të dobishëm, për që të sjellin dobi për fenë tënde, dhe durimi i shqetësimeve nga ana e tyre është më e mirë se largimi krejtësisht. Se nëse njeriu izolohet nga të gjithë njerëzit, edhe nuk prezanton as namaz me xhamat, as namaz xumas, as nuk prezanton as një lloj mësimi, as një lloj ibadeti, do të thonë teravije kështu me radhë, atëherë ai njeri do të devijojë. Do të thonë, do të largohet krejtësisht, do të veçohet vetëm me armikun e tij, me shejtanin. Edhe aty gradualisht do të bjerë në grackat e tij, prandaj patjetër duhet të shoqërohet dhe të përzihet me njerëz që i sjellin dobi dhe të largohet ose t'i largojë ai dëmet e veta. Dëmet, do të thonë, më mirë është të jesh më rrallë, si thuhet, më rrallë e për mall. Do thotë, më mirë që më rrallë me njerëzit, mos i bësh ti do një shqetësim njerëzve, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, për këtë njeri që shkon në një deg ose rrin në shtëpinë e vet dhe i lë njerëzit rahat përveç se në hajër. Do të thonë, aty ku ka hajër, aty i shoqërohet me ta. Thot autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-'aqili luzumu al-i'tizal anin nasi amman. Do thot, obligimi i njeriu të mençur është që vazhdimisht të jetë i izoluar prej masave të përgjithshme të njerëzve. Ma'a tawaqqi mukhalatatihim, duke u ruajtur prej përzierjes së shumt me ta. Idh al-i'tizalu min an-nasi law lam yakun fihi khaslatun tuhmadu illa as-salama min muqarafat al-ma'tham, pasi nëse te ky izolimi nuk ka asnjë dobi tjetër përveç se shpëtimi nga rënja në mëkate, atëherë lakana haqiqan bil mar'i alla yukaddira wujud as-salamati bi luzum as-sabab al-muaddi ila al-munaqasha. Do të thonë, vetëm nëse kishte qenë vetëm ky shkak që kur largohesh nga njerëzit nuk bie në haram, atëherë do të kishte mjaftu ky, pa pas nevojë për debate dhe polemika. Pra, e shohim se qëllimi është largimi prej njerëzve për shkak të ruajtjes prej fitneve dhe prej gjunaheve, mëkateve dhe harameve. Pastaj kanë transmetuar nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, që ka thonë, khudhu bihadhikum min al-uzla. Do thot, merreni
mos e lini mangët, do thot pjesën në izolim, largim prej njerëzve. Thot patjetër që secili të ketë një lloj izolimi, të jetë në shtëpinë e tij, ku e përmirëson gjendjen e familjes së tij, e adhuron Zotin e tij subhanahu wa taala, e përmirëson vetveten, e mëson fenë e tij, edhe sa më pak shoqërim me njerëzit. Mirë po kjo, si tham, paksohet shoqërimi me njerëz të këqij. Se vet Omeri radhiyallahu anhu është transmetuar në tjetër rast që ka thënë fil uzlati rahatun min khaliti su. Do thot në këtë izolimin ka qetësi, rahatllëk prej shokut të keq. Do të thonë qëllimi i izolimit është që njeriu të largohet nga shoqëria e keqe. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Sufjan ibn Uyayna, i cili ka thënë ra'aytu Thawri fil manam fa qultu lahu awsini, thotë pash në ëndër Thawrin, Sufjan al-Thawri, dhe i thash më këshillo, se më porosit, ka thënë aqilla ma'rifat an-nas, aqilla ma'rifat an-nas, aqilla ma'rifat an-nas. Do të thonë paksoje sa më shumë njohjen e njerëzve. Pra nëse njeriu është i atill që s'ka njeri që përmendet që ai nuk e njeh. Do të thonë e ka humb jetën, kohën vetëm me njerëz. Do të thonë sa më pak të njohësh njerëz është më mirë. Të njohësh njerëz që prej cilëve përfiton fenë tënde. Kjo është me rëndësi. Do të thonë njerëz që me shoqërinë me ta përfiton në kuptimin e fesë dhe përfiton në shtimin e adhurimit. Me ata njerëz. Edhe ata janë pak. Kurse zgjerimi në njohjet njerëzve dhe përzierje, do të thonë nuk ka njeri në kafene që nuk e njeh, ose nuk ka njeri, do të thonë qytetit që nuk e ke pasë ndonjë vend tubimi ku ka harame ose ka kocira. Atëherë, do të thonë kjo nuk është e mirë për njeriu. Pastaj thot haddathana al-Qattan bir-Raqqa. Do të thonë na ka treguar Qattani në Raqqa. Dhe vazhdon zinxhiri, thot e kam pa Ibn as-Sammak duke i shkruar një vllajt të tij, in istata'ta alla takuna li ghayri Allahi 'abdan ma wajadta min al-'ubudiyyati buddan faf'al. Do të thonë, nëse ke mundësi që mos i bëhesh rob askujt përveç Allahut, atëherë këtë bëje. Qëllimi është se mos bëhesh nevojtar për asnjë njeri, për askënd, përveç se për Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thonë çdo nevojë, si përmendet më vonë, edhe për grimcën më të vogël, mos kesh nevojë ti kërkosh dikujt ose ti lutesh dikujt, po vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë nuk ka se zakonisht kjo zgjerimi në shoqërim njerëzit e bëjnë për interes, duke menduar se do të përfitojë prej njerëzve, prej njohurive, njohjes që ka të njerëzve. Thotë nuk ka nevojë të bëhet rob askujt njeriu, i bëhet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot autori rahimahullah, njeriu i mençur nuk ja bën veten rob dikujt që është si ai. Do të thonë dikujt prej krijesave. Kushdo qoftë tjetër, është krijesë si unë. Pse ti bëhem rob asaj krijese? I bëhem i rob vetëm krijuesit subhanahu wa ta'ala. Dhe do thot nuk i bëhet rob njeriu duke u kujdesur për hakun e të tjerëve, do të thonë duke mos ju hi hak në hak askujt, se kur i hin hak, atëherë kjo padrejtësia do thot bën një lloj robrie, por nuk i hin hak askujt, i duron ato të këqijat ose shqetësimet që mund vinë për njerëzve dhe mundohesh të largohesh sa më shumë prej këtyre raporteve që mund të lidhin me njerëzit, sepse atëherë kur njeriu e bën këtë, do të thonë e ka mbyllur derën e përzierjes dhe zgjerimit, do të thonë me njerëz të lloj-llojshëm. Në këtë rast i pastrohet zemra dhe nuk i angazhohet koha, do të thonë nuk i pengon asgjë në kohën e tij për ta adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ka njerëz prej të hershmëve, ka thënë që e kanë përdorur këtë izolimin, që janë largu
prej masave të përgjithshme dhe janë angazhuar me atë që bën dobi. Përndryshe si kanë arrit dietarët në këtë nivel të diturisë. Patjetër se janë largu prej këtyre shoqërimeve ose muhabeteve të gjata pafund, edhe shoqërimeve, ecjeve, shëtitjeve të pafundshme. Më thënë këto janë diçka që e pengojnë njeriu nga ajo që është e dobishme. Nuk ke kohë as për të adhuru Allahun, as nuk ke kohë për të mësu për fenë e Allahut. Do të thënë, për këtë shkak, njeriu ngrihet duke u angazhu me çështjen e tij. Dhe thot, transmeton me zinxhir tjetër nga Ibn Semmek, thot, ka këtu 3 transmetime nga Dawud at-Tai, rahimahullah, për cilin tregon, më thënë, një izolim të çuditshëm. Dhe këto transmetime, Allahu alem, janë sahih, më thënë, transmetime që tregojnë izolim të plot. Njëri thotë që largohu edhe prej atyre, edhe prej të përgjithshmeve, edhe prej të veçantëve. Do të thënë edhe prej njerëzve të diturisë dhe ibadetit, edhe prej njerëzve që prej masave të përgjithshme të njerëzve. Kjo nuk është e saktë, do të thënë duhet njeriu patjetër përzihet me ata që kanë mirësi, do të thënë prej cilëve ka dobi për në fenë e tij ose për kuptimin e fesë ose për shtimin e adhurimit, se nuk lejohet që të braktisen të gjithë njerëzit pa përjashtim. Patjetër duhet, si tham në ajet, ka thënë wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Pra bëhu durimtar, qëndro me njerëzit që e lusin Allahun. Do të thënë me ata që bëjnë ibadet, që duan të arrijnë fytyrën e Allahut, edhe wala ta'du 'aynaka 'anhum. Do të thënë mos i largo syt prej tyre. Pra mos ju ndaj këtyre njerëzve për cilëve përfiton për fetarin dhe kuptimin tënd. Edhe gjithashtu nuk ka qenë, por do thot për këta se na iku me përmend gjithashtu edhe për njerëz të përgjithshëm. Nuk do më thonë izolim total. Pra duhet rrim me njerëz të diturisë, me njerëz të ibadetit, me njerëz të udhëzimit për të fituar prej tyre. Por njerëz të në përgjithësi, masat e përgjithshme, që nuk kanë dituri, ose kanë dobësi, ose kanë mëkate, ose edhe kanë bidate, gjithashtu izolimi prej tyre nuk duhet të jetë total. Pra kjo nuk ka qenë rruga e pejgamberëve. Pejgamberët e Allahut janë përzi me njerëz, i kanë thirrë në fenë e Allahut, i kanë këshilluar, edhe trashëgimtarët e pejgamberëve gjithashtu. Kjo ka qenë rruga e tyre. Prandaj edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini ad-da'if. Do të thënë besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se besimtari i dobët. Edhe kuptimi i parë i këtij hadithi është për fuqinë dhe dobësinë në iman. Mirë po, gjithashtu përfshihet edhe fuqia fizike, edhe fuqia e ndikimit të njerëzit. Do të thënë në çdo lloj fuqisë është për besimtarin e dobishme. Secili lloj prej llojeve të fuqisë ka dobi për besimtarin dhe përdorimi i asaj fuqie për përmirësim është ajo që i sjell dobi. Do të thënë kjo ka qenë rruga e pejgamberëve dhe trashëgimtarëve të pejgamberëve, prej sahabeve dhe dietarëve, pra patjetër përzierja me njerëz që kanë dobësi për përmirësimin e tyre. Edhe kjo është qasja e saktë, kurse gabime ose dobësi në një grup, vetëm largimi prej tyre duke u arsyetuar se janë kështu, ajo nuk sjell dobi, por përzierja me ta dhe përmirësimi i gjendjes. Do të thënë nëse njeriu ka fuqi që të përmirësoj dhe mos ndikohet vet, mos dobësohet vet, atëherë ka obligim që të përmirësoj. Edhe ky përmirësim duhet të jetë me mençuri, me fjalë të mira, duke e bërë gradualisht, do të thënë pa u vërejtur, e bën situatën në drejtim të përmirësimit. Nëse kanë qenë duke bërë kanë qenë në ndonjë gjendje të gafletit, ose mëkate, ose punë të kota, muhabete të kota, do të thënë, edhe prezenca jote le të jetë shkak për orientimin e këtij muhabeti aty ku ka dobi. Do të thënë duke parashtruar pyetje ose duke treguar ndonjë dobi, duke i marrë me të mirë njerëzit. Kjo është ajo që është rrugë saktë
dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim. Prandaj njerëz të tjerë pa marr parasysh se janë këto sahih, nëse janë sahih nga Dawud at-Tai, atëherë e themi parimin që nuk luhatet se secilit njeri ose fjala e secilit duhet të argumentohet dhe nuk është fjala e askujt argument. Fjala e njeriut ose mendimi i njeriut duhet ketë argument nga Kurani dhe Suneti. Nëse nuk ka argument, fjala e tij nuk mund të merret argument, domethënë për ndryshimin e parimeve të fesë. Thotë, kjo është rruga e saktë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që duhet njeriu të ketë një pjesë të izolimit për përmirësimin e vetes. Por duhet të përfitoj nga njerëzit që janë më të mirë se ai, edhe duhet mundohet të përmirësoj njerëz që janë më të dobët se ai. Prandaj, si kanë thonë, mos u shoqëro përveç se me dikën për i cilit përfiton përmirësim, domethënë fe dhe dituri, ose me dikën që përfiton prej teje, përfiton dituri dhe këshilla dhe përmirësim. Dhe thot shkaku pse e sjell këtë izolimin prej njerëzve të përgjithshëm, prej masave të përgjithshme të njerëzve, është kjo që, domethënë, këtë kohë është varrosur e mira, është përhapur e keqja, pastaj njerëzit gjithashtu i varrosin të mirat dhe i shfaqin të këqijat. Dhe thotë, kur shoqërohesh me njerëzit, patjetër do të çka shohin të mirët e tij e fshehin. Çka shohin të keqe e publikojnë edhe e përhapin. Kjo është e shumica e njerëzve. Çdo herë duhet kuptohet se përjashtime ekzistojnë. Domethënë të shumë prej njerëzve gjen sa pa marrë parasysh sa shoqërohesh me ta dhe sa ke raport mirë, kur ta shohësh se të mirat ti kanë humbur edhe i kanë varrosur. Kurse të këqijat nuk i harrojnë, i përmendin, i zgjerojnë, i përforcojnë. Kjo është e shumica e njerëzve, megjithëse ka përjashtime, edhe ka hajër të madh të shumë njerëz, edhe ka mirësi në këtë umet, të muslimanët ka mirësi të shumta, por shumë prej njerëzve e bajnë këta dhe prandaj njeriu i mensur nuk kërkon t'i kthehet shpërblimi. Ato që i bën për Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe nuk i bën, do thotë, që të fitojë shpërblim prej njerëzve. Thotë, pastaj transmeton autori rahimahullah, po tjetër, më falni, do më thënë, si ka thënë autori, pra kjo është gjendja e njerëzve, që i mbulojnë të mirat, i shfaqin të këqijat që i shohin. Thotë, nëse njeriu ka dituri, i thonë ka bë bidat. Nëse është ignorant, thonë se është i paaft. Nëse është më lartë se ata, kanë zili kundër tij. Nëse është më poshtë se ata, kanë, do të thënë, nënçmojnë. Nëse flet, thonë është llafazan. Nëse hesht, thonë është budalla, nuk di me fol, do të thënë. Nëse është i fuqishëm, thonë mendje madh dhe arrogant. Nëse është i dobët ose fal, thonë është i dobët. Thotë, nga do që të kthehesh te shumica e njerëzve nuk shpëton. Dhe prandaj thotë, më në fund, thotë autori rahimahullah, dhe ai që do të pendohet për pasojat dhe do t'i ulen gradat është njeriu që mashtrohet nga, do të thënë, mashtrohet nga lëvdatat ose përkrahjet e këtyre që kanë këtë gjendje. Do të thënë, njerëzit e kanë këtë situatë shumica. Dhe kur dikujt i rritet mendja se ka përkrahës, ka shumë përkrahës, ose ka xhamat, ose ka popularitet, ose e lëvdojnë njerëzit edhe i rritet mendja me këta. Do të thënë, me të vërtetë ky njeri nuk e ka kuptuar realitetin e jetës, se shumica e njerëzve, do të thënë, të duan për shkak të interesit. Dhe nëse je më i mirë se ata, kanë hased, kanë zili, patjetër. Prandaj mos u mashtro, do të thënë, nga fjalët e njerëzve,
As gjithashtu mos u dëshpro nëse të sulmojnë njerëzit. Më thënë, kur njeriu ecë në rrugën e saktë me argumente të fuqishme dhe këtë e bën vetëm për hir të Allahut, atëherë nuk lodhet nga mendimet ose qëndrimet, nga përkrahjet ose kundërshtimet e njerëzve. Thot se transmeton nga Hafs ibn Humeid, i cili ka qenë shok dhe nxënës i Abdullah ibn Mubarekut, thot Ekaf, po, Hafs ibn Humeid, shoku i Abdullah ibn Mubarekut në Meru, ka thonë, i kam shoqëruar njerëzit 50 vjet dhe nuk kam gjetur një njeri që mi kam mbuluar tmetat ose njeri që ka mbajtur lidhje me mua nëse unë jam larguar prej tij, ose nuk kam gjetur njeri që kam qenë i sigurt prej dëmit të tij kur ka qenë i zemruar, nervoz. Dhe prandaj angazhimi me këta, me këto lloje të njerëzve, do të thonë është me të vërtetë prej mungesës së mençurisë. Do thotë kjo është vera është për qëllim shumica e njerëzve, se përndryshe padyshim se ka përjashtime dhe ka njerëz të mirë që i njohin të mirat, edhe i përforcojnë të mirat, edhe t'i mbulojnë gabimet ose t'i mbulojnë sekretet, i ruajnë sekretet, janë besnik, edhe nëse janë preken me diçka ose zemrohen me diçka, thot janë të jo të ngutshëm. Do të thënë ka njerëz të mirë edhe shoqërimi me ta është përfitim. Kurse shoqërimi me shumicën e njerëzve, do të thënë është ky dëmtim. Prandaj thot se ka thënë një poet që quhet Muhammad ibn al-Muhajir al-Muaddal, i ka thënë Ali ibn Hujr as-Sa'dit, zamanuka dha zamanu dukhuli bejtin wa hifdhi lisani wa khafdi sautin. Do të thënë, kjo kohë, tani kur jetojmë, pra në atë kohë, ka thënë, kjo kohë është kohë për të hyrë në shtëpi, për ta ruajtur gjuhën dhe për ta ulur zarin. Do të thënë, sa më pak me bë zhurmë. Faqad marajat uhudun nasi illa aqalluhum fabadir qabla fawti. Do të thënë, shumica e njerëzve janë, do të thënë, kanë deviju nga rruga e drejtë, janë bërë të këqij, përveç një pakice, përveç, do të thënë, shumë pak. Prandaj, do të thënë, ekzistojnë njerëz të mirë, çdo herë do të ekzistojnë. Prandaj, fabadir qabla fawti, do të thotë, nxito që të përfitosh prej tyre dhe shoqërohu me ta, përpara se të vdesin edhe ata. Do të thënë, ka pak njerëz të mirë, mundohu të përfitosh prej këtyre njerëzve të mirë para se të vdesin. Fama yabqa ala al-ayami shay'un wama khuliqa imra'un illa li mauti. Do thot, në asgjë nuk mbetet në kalimin e kohrave, edhe njeriu është krijuar për të vdekur. Do të thënë secili njeri do të vdesë, edhe të mirët edhe të këqijt. Prandaj shiko nxito të përfitosh prej këtyre të mirëve, sepse një ditë nuk do të jenë, do të mungojnë. Pastaj thot me zinxhirin e tij nga Malik ibn Anas, rahimahullah, thot se ai, pra Malik ibn Anas transmeton nga Abu Dharri, balaghahu, do thotë i ka arritur një fjalë nga Abu Dharri, se ka thonë, kana an-nasu waraqan la shawka fihi, fa hum al-yawma shawkun la waraqa fihi. Do thotë njerëzit përpara ishin gjethe ose fletë ose lule pa gjemba, kurse sot janë gjemba pa lule. Domethënë, patjetër se kuptohet se njerëzit me kalimin e kohës prishet gjendja e tyre dhe fitojnë cilësi të këqija, por ka edhe lule, akoma ka lule që janë dënja me gjemba dhe duhet durohen pak ato gjembat. Ka edhe lule pa gjemba, alhamdulillah, duhet përfitohet prej njerëzve të mirë. Pastaj transmeton me një poezi tjetër që ka thonë poeti, dhahaba al-husnu wal jamalu min al-nasi wa mata alladhi kanu milaha wa baqiya al-asmajuna min kulli sinfin inna fil mauti min ulaika raha. Do thot, ka hikur bukuria prej shumicës së njerëzve, edhe ata të bukurit kanë vdekur, kanë mbetur vetëm të shëmtuarit prej secilit lloj, edhe vdekja është qetësi prej këtyre. Do të thënë më mirë, pra
prap themi, shumica e njerëzve janë bërë të tillë që i kanë sjellje të shëmtuara dhe nuk janë të këndshëm që t'i kesh afër, edhe më mirë tani në këtë kohë është vdekja rahati prej këtyre njerëzve. Por ka gjithashtu edhe njerëz të mirë dhe të përshtatshëm. Pastaj ka thonë diçka të ngjashme si te tema e mëparshme, ka thonë njeriu i mençur e di se njerëzit kanë karaktere të ndryshme, të lloj-llojshme. Dhe secili njeri e ndjek atë që i vjen më lehtë, domethënë. Edhe prandaj duhet të pranohet e mira prej tij, edhe të anashkalohet e keqja, si tham më herët, pra është edhe domethënë si na jet khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, domethënë merre atë të letën prej atë që kanë lehtë ta japin, atë që është e mirë dhe është në natyrën e tyre, në mënyrë të lehtë, atë pranoje, atë mirë. Kurse mos kërko t'i ngarkosh njerëzit me diçka që nuk e kanë në natyrë, thotë që t'jenë për shembull të respektojnë ty në veçanti ose të t'japin ty në veçanti, kur nuk është natyra e tyre, mos i ngarko, se kjo është e pamundshme. Edhe Allahu na ka urdhëruar që ta pranojmë prej njerëzve atë që e japin në mënyrë të lehtë, domethënë atë që është për qëllim prej sjelljeve dhe moraleve, atë fjalë të mirë që e kanë në natyrë, atë e merr edhe përfiton prej kësaj, kurse ato mangësi që i kanë karakter, mundohu të largohesh prej tyre, nëse ka mundësi përmirësim të bësh, e bën përmirësimin, nëse jo, vetëm largohesh prej ignorantëve, wa a'rid 'anil jahilin, do të thënë largohu prej ignorantëve, pra mos hyn në nivelin e tyre. Dhe kjo rëndimi, do të thënë që ti je i rënd ndaj njerëzve, është diçka që i bezdis, do të thënë edhe largohen, nuk duan ta vazhdojnë shoqërinë me ty për kohë gjatë nëse je i rënd në shoqëri me ta. Edhe prej këtij rëndimit ndodh urrëtia, edhe urrëtia e ngjall armiqsinë. Prandaj njeriu i mençur nuk angazhohet me këto, do të thënë kur sheh se te dikush je i rënd, parasysh si është gjendja jote. Nëse për ndonjë njeri je i rënd, nuk mund duroj, atëherë mos u angazho, nëse je i mençur, largohesh prej tij. Përndryshe, ky rëndimi do të shkaktoj urrëtie. Edhe atëherë urrëtia nuk sjell urrëtia sjell domethënë armiqsi, nuk sjell punë të mira. Pastaj ka përmendur edhe disa fjalë, edhe më vonë përmend nga Malik ibn Dinar rahimahullah se ka thënë: "Men lam ya'nas bi hadith Allah an hadith al-makhluqin faqad qalla ilmuhu wa 'amiya qalbuhu wa dayya'a amrahu." Do të thënë kush nuk është i kënaqur me fjalët e Allahut dhe i kërkon fjalët e krijesave, ai e ka, do thotë, i paksohet dituria, i verbohet zemra dhe i ka humbur çështjet e tij. Do të thënë njeriu më shumë duhet të jetë i kënaqur, i lumtur dhe më shumë të kaloj kohë me librin e Allahut, me fjalët e Allahut, me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sesa me fjalët e njerëzve. Edhe e sheh gjendjen e shumë prej njerëzve që me marr Kur'anin i duket si punë shumë e rëndë. Edhe nëse kalon 1 orë ose 2 orë me Kur'an, i duket shumë lodhje. Kurse kur të kaloj me fjalët e njerëzve dhe fjalët e kota, çështje të kota kështu me radhë, atëherë është rahat që të vazhdoj me orë, me ditë, do thotë pa u bezdisur. Atëherë, nëse është gjendja e tillë, do thënë dituria paksohet, edhe zemra verbohet, atëherë nuk kuptohet e vërteta. Pra bëhu më miqësor edhe më i kënaqur me librin e Allahut sesa me fjalët e njerëzve. Dhe kështu edhe një fjalë tjetër ka përmendur, ka thonë Ibrahim el-Bukhari, thot, hyra në Mesjid el-Haram pas namazit të akşamit dhe e pash Fudail ibn Iyadin ulur. Edhe shkova tek ai, ju ula pran. Ai më tha, kush je ti? I thash Ibrahimi. Ka thënë, pse erdhe? I ka thënë, të pash se je vet dhe deshta
tulem me ty, i ka thënë, tuhibbu an taghdab, a ke qef të si thënë të bësh gibet, do të thënë të përgojosh a ke qef të përgojosh, ose a ke qef të dukesh i mirë para njerëzve, do të thënë pra shumica e njerëzve kur i afrohen dietarëve ose njerëzve, do të thënë me pozitë në dituri, ose duan ta përgojojnë dikan, ose duan tregohen se un jam i afërt me këtë shejх ose me këtë hoxh. Edhe si duket e ka ditur Fudhajl ibn Iyadi gjendjen e tij, ose ka dyshun të, edhe i ka thënë largohu. Do të thënë, ka qenë i angazhuar Fudhajl ibn Iyad me adhurim, ndoshta me lexim të Kuranit ose me dua, me dhikr, edhe kjo ardhje e njeriu t'i ka pengu. Edhe nuk ka qenë i rahatshëm me këtë person, edhe i ka thënë ti ose ke ardhur për ta përgojuar dikën, ose ke ardhur për t'u tregu, do të thënë para njerëzve se un jam afër me Fudhajl ibn Iyadin e kështu me radhë. Prandaj i ka thënë largohu edhe ka vazhduar në gjendjen që ka qenë. Do të thënë si përfundim, shumica e njerëzve, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, e ka përmendur fjalën e Davudit alayhi salatu wassalam, se ka thënë wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din, do thotë shumë prej shokëve ose atyre shoqëruesve që përzihen me njëri tjetrit, i bëjnë të padrejt njëri tjetrit, i bëjnë dëm. Shumë prej atyre shoqëruesve bëjnë dëm njëri tjetrit. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, përveç atyre që besojnë, e kanë besimin e saktë dhe bëjnë vepra të mira, wa qalilum ma hum, edhe janë shumë të pakët këta. Do të thonë, prandaj njeriu duhet të zgjedh shokët dhe të zgjedh shoqërinë si i zgjedh thot diamantët në mesin e gurëve. Gurt janë shumët, por ata që kanë vlerë, gurt e çmuar janë shumë pak. Dhe ky shoqërimi i tepërt, thot është, këto ishin disa argumente për treguar të keqen e shoqërimit të tepërt. Mirpo në kohën tonë ka një shoqërim të tepërt që është edhe më i dëmshëm, pa qenë fizikisht me njerëzit. Thot në kohën tonë, nëse e shohim, njerëzit më shumë janë largu, edhe nuk ka shumë shoqërim mes njerëzve. Por është më e keqja që ky shoqërim i dëmshëm është në vetmi, ku njeriu vetmohet me kanale televizive ose me rrjete sociale, edhe aty shoqërohet me miliona njerëz që shumica dërmuese e tyre janë prej të devijuarve, ose dëgjon devijime, ose kjo kurreshtja jo e mirë e çon njeriu që t'i dëgjoj njerëz të bitatit dhe devijimit, edhe thot tash çka thon. Edhe pastaj hyn ato dyshimet në zemër, edhe njeriu rri vetë në shtëpinë e tij, por nuk rri vetë për ta lexuar librin e Allahut, për ta mësuar fenë e Allahut, për ta përmirësuar veten me adhurim, me dhikr. Nuk është i vetmuar për këtë, po është i vetmuar për të shikuar të gjitha format e devijimeve. Devijime në akide, ndoshta shikojnë edhe dyshimet mosbesimtarëve, edhe ka njerëz që kanë dalë nga imani për shkak të ndjekjes së këtyre rrjeteve të jo sociale, domethënë këtyre rrjeteve të kriminalëve. Dikush ka deviju nga suneti në bidat për shkak të ndjekjes këtyre kanaleve dhe këtyre devijimeve. Dikush vazhdon domethënë me mëkatet lloj-llojshme, do thotë pamje të fëlliqura, me lloj-lloj mëkate, dhe këto gjitha ndikojnë zemër, edhe pse nuk ka pas nevojë të takohet me asnjëri fizikisht. Se siç thuhet përpara, për të bërë një mëkat, është dash njeriu të lodhet, të shkojë diku në larg, ku nuk e sheh askush, t'i gjej ata njerëz të mëkatit, të hulumtoj, domethënë ku gjenden, edhe ku mund ta bëjë atë mëkat, që të shkojë ta bëjë. Kurse sot fshihet në dhomën e tij, e mbyll derën edhe i bën gjitha mëkatet, i vin mëkatet deri te shtëpia e tij, nuk ka nevojë që të shkojë. Ose përpara edhe për dëgjuar prej njerëzve të devijum, ka qenë më e vështirë. Nëse Allahu i ka dhënë dhunti dikujt që të ketë një rrethinë për njerëzve të sunetit,
Do të thënë ai ka pas shumë të vështirë që të largohet nga ky rreth dhe të shkojë te njerëzit e bidatit edhe të dëgjojë devimet e tyre. Kurse sot ka mundësi të jetë aty përpara shejhut edhe është duke lexuar diçka prej ose dëgjon prej fjalëve njerëzve të bidatit, edhe dikush thotë se desha vetë ta di çka thotë, ose dikush thotë duhet të kem informacione si janë çka thonë këta njerëz të devijuar, edhe atëherë hyn dyshimet edhe nuk dalin. Edhe shumë njerëz kanë devijuar nga rruga e drejtë për shkak të këtyre metodave. Kurse selefët kanë qenë ndryshe. Do thotë është përmendur te Abdullah ibn Mubarak ose Muhammed ibn Sirin, që ka ardhur një njeri prej njerëzve të bidatit, edhe ka thonë du ta them një fjalë, edhe ai ka thonë jo, as gjysmë fjalë. Ka thonë du të lexoj një ajet. Ka thonë ose dil ti prej këtu ose dalun. Edhe atëherë është largu, edhe ka thonë i kanë thënë ata nxënës aty, kanë thënë ai deshti vetëm një ajet prej Kuranit. Do të thonë pse nuk e pranove ta lexoje një ajet. Ai ka thonë se u friksova se do me ma prun ndonjë dyshim, edhe ndoshta ai dyshim hin në zemrën time, edhe do të mbetet, do të thonë do ta breje zemrën derisa të vdes. Edhe kjo këtë ka thonë Abdullah ibn Mubarak, do të thonë imam i diturisë. Kurse sot njerëz që nuk kanë mësuar, nuk e din as leximin e Kuranit, mos flasin për kuptimet e librit të Allahut, edhe nuk i din bazat e fesë, edhe duan të dëgjojnë të gjitha llojet e bidateve dhe dyshimeve dhe devijimeve. Gjithashtu është transmetues Tavusi, ka qenë duke ecur me birin e tij, me djalin e tij, dhe ka pa një bidatxhi. Edhe i ka thonë djalit të tij, futi gishtat në vesh. Do të thonë mos t'ia dëgjoj as zërin bidatxhiut. Edhe duke ecur, kur janë afru, i ka thonë shtrëngoj më shumë. Do të thonë kur kanë qenë më afër, që mos dëgjoje prej tij asnjë fjalë, sepse siç kemi thonë, dëgjimi dhe shikimi janë dritare të zemrës. Edhe nëse njeriu i hap ato, hyn zemër çdo gjë që mund të jetë shumë e dëmshme. Për këtë shkak duhet patjetër t'i ketë këto dritare të mbrojtura me filtrat fuqishëm të diturisë dhe imanit, sunetit, edhe t'i mbyll kur shet diçka të dëmshme. Nëse vjen tymi, i mbyllim dritaret të shtëpi, mos hije tymi brenda. Nëse është ajri i pastër, atëherë i hapim, edhe në këtë mënyrë njeriu kur sheh qartësitë sunetit, i hap syt edhe vesht, edhe do ta mbushë zemrën me kuptimin e fesë. Nëse sheh tymosje, mjegullin, duhet t'i mbyllë krejtësisht, edhe mos laje që të hyjë në zemrën e tij ndonjë dyshim prej dyshimeve të devijimit, bidateve, ose dëmeve të epsheve dhe mëkateve. Do të thënë duhet të jetë i mbrojtur. Ky është qëllimi i izolimit dhe largimit prej shoqërisë me njerëz të dëmshëm. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.